Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për iriqet helmues dhe iriqin më gjigant. Iriqet e detit janë krijesa shumë interesante që jetojnë në fund të detit dhe i përkasin grupit të echinodermëve. Trupi i tyre është i rrumbullakët dhe i mbuluar me gjemba që i mbrojnë nga grabitqarët. Iriqet kanë gjemba të mprehtë që mund të jenë të gjatë ose të shkurtër. Ata lëvizin ngadalë në fund të detit. Ushqehen kryesisht me alga dhe organizma të vegjël. Disa specie janë helmues, por zakonisht nuk janë shumë të rrezikshëm për njeriu. Lind pyetja: kush është iriqi më i madh i detit? Iriqi më i madh i njohur është iriqi i kuq gjigant i detit. Disa karakteristika të tij janë: ai mund të arrijë në 18 deri në 20 cm diametër dhe me gjembat duket akoma shumë më i madh. Jeton në Oqeanin Paqësor, sidomos në brigjet e Amerikës së Veriut, dhe mund të jetojë mbi 100 vjet dhe është një nga krijesat më jetëgjata. Disa fakte interesante janë: iriqet kanë një guack shumë të fortë. Disa specie përdoren si ushqim në kuzhinën japoneze. Ata janë shumë të rëndësishëm për ekosistemin dhe kontrollojnë rritjen e algave. Disa iriq deti janë më të rrezikshëm se të tjerët për shkak të gjembave helmues. Më të njohurit dhe më të rrezikshmit janë iriqi Flower Urshin. Ky iriq konsiderohet më helmuesi në botë. Ka pamje të bukur si lule, por është shumë i rrezikshëm. Helmi i tij mund të shkaktojë dhimbje të forta, paralizë dhe probleme në frymarrje. Iriqi me gjemba shumë të gjatë ose diadema. Ky iriq ka gjemba shumë të gjatë dhe të hollë. Nuk është shumë helmues, por gjembat e tij futen thellë në lëkurë dhe mund të shkaktojnë infeksion dhe dhimbje të forta. Iriqi i purpurt helmues. Këto specie kanë helm të lehtë, shkaktojnë djegje, ëndje dhe dhimbje lokale. Lind pyetja: si të mbrohemi nga iriqet? Nuk duhet të preken me dorë. Duhet të vishen këpucë deti kur ecim në ujë dhe duhet kujdes ku shkelim, sidomos në shkëmbinj. Lind pyetja: si mund të veprohet kur të çpon një iriq? Disa hapa kryesor janë: hiqen gjembat me kujdes. Për këtë përdoret piskatore. Nuk duhen shtypur shumë që të mos thyhen gjembat dhe të futen më thellë. Plaga lahet me ujë. Përdoret uthull sepse uthulla ndihmon të shpërbëjë pjesët e vogla të gjembave. Për të zbutur dhimbjen, vendosen këmbët në ujë të ngrohtë dhe jo shumë të nxehtë. Kujdes duhet nëse ka skuqje, ëndje të madhe ose temperaturë. Në këto raste shkohet te mjeku. Edhe iriqet e detit kanë armiqtë e tyre. Armiqtë kryesor janë vidrat e detit, peshqit triggerfish dhe karavidhet. Një fakt interesant është se edhe pse kanë shumë gjemba, iriqet nuk janë aq shumë të mbrojtur. Ekuilibri i tyre në natyrë varet shumë nga grabitqarët. Kur mungojnë grabitqarët, numri i iriqve rritet shumë dhe ata shkatërrojnë algat dhe ekosistemin. Lind pyetja: si ndodh shumimi i iriqve të detit? Iriqet lëshojnë vezët dhe spermën në ujë. Femrat lëshojnë vezët, meshkujt lëshojnë spermë, dhe kjo quhet fekondim i jashtëm. Veza dhe sperma bashkohen në ujë dhe formohet një embrion i vogël. Larvat janë shumë të vogla dhe notojnë si pjesë e planktonit. Nuk duken si iriq në fillim, por pas disa javësh, larvat vendosen në fund të detit dhe shndërrohen në iriq të vegjël me gjemba. Iriqet zakonisht shumohen në sezone të caktuara. Shumë iriq shumohen në të njëjtën kohë,
për të rritur shanset e fekondimit. Një fakt interesant për iriqët është: një femër mund të lëshojë miliona vezë. Shumica e larvave nuk mund të mbijetojnë, sepse hahen nga grabitqarët. Larvat nuk kanë kujdes prindëror, dhe gjithçka për rritjen e tyre ndodh në natyrë. Lind pyetja: sa jetojnë iriqët e detit? Jetëgjatësia e iriqëve varet nga lloji i tyre. Iriqi i kuq gjigant mund të jetojë 100 deri në 200 vjet. Iriqi i purpurt rreth 20 deri 50 vjet. Dhe iriqi i gjelbër zakonisht jeton 30 deri në 70 vjet. Një fakt interesant është se disa iriq nuk plaken si njerëzit. Ata vazhdojnë të rriten gjatë gjithë jetës së tyre. Iriqët jetojnë më gjatë kur kanë pak grabitqar dhe ushqim të mjaftueshëm. Pra, si përfundim, mund të themi se iriqët e detit janë ndër krijesat më jetëgjata të detit. Disa mund të jetojnë më shumë se 1 shekull. Iriqët e detit kanë bukuri të ndryshme, por shumica e studiuesve dhe zhytësve bien dakord që iriqi më i bukur i detit është iriqi Flower Urshin. Ky konsiderohet më i bukuri se ka forma si lule, ngjyra shumë të bukura, roz, vjollc dhe të bardhë. Duket si një krijesë dekorative, pothuajse jo reale, por duhet shumë kujdes se është shumë helmues. Iriqi i purpurt. Edhe ky iriq është shumë i bukur. Ai ka ngjyrë vjollc të fortë dhe është shumë elegant. Iriqi me gjëmba të gjatë ose diadema. Ky iriq duket si një yll me rreze të gjata dhe është shumë elastik në ujë. Iriqët e detit janë të shumëllojshëm, por disa prej tyre janë shumë të rrallë dhe kanë vështirësi për t'u gjetur. Një prej këtyre iriqve është edhe iriqi Fire Urshin, që është një nga më të rrallët dhe më të veçantët. Ky iriq jeton kryesisht në zona të veçanta të Indo-paqësorit. Ka ngjyra shumë të forta, të kuqe, blu dhe të bardhë, dhe gjendet me shumë vështirësi. Iriqi kolektor Urshin ose mbledhësi. Ky iriq është i rrallë sepse mbulohet me objekte, guacka dhe alga për t'u fshehur. Kjo sjellje është shumë e veçantë, të cilën nuk e kanë iriqët e tjerë. Iriqët e thellësive. Këta iriq janë të rrallë, jetojnë në thellësi shumë të mëdha të oqeanit. Janë të vështirë për t'u studiuar dhe disa prej tyre kanë forma dhe pamje shumë të çuditshme. Iriqët e detit kanë një rol shumë të rëndësishëm në natyrë. Ata ndihmojnë për të mbajtur ekuilibrin e jetës në det. Iriqët ushqehen me alga. Kjo ndihmon që algat të mos rriten shumë. Si rezultat i tyre, ekosistemi qëndron i balancuar. Pra, pa iriq, algat mund të mbulojnë gjithçka. Me shumë iriq, ato mund të zhduken. Iriqët ndikojnë në jetën e kafshëve të tjera. Kur ka ekuilibër, shumë peshq dhe kafshë jetojnë në zona me alga. Kur iriqët shtohen shumë, krijohen zona bosh, që quhen shkretira detare, dhe në këto zona paksohen peshqit. Iriqët e detit përdoren si ushqim në shumë vende dhe konsiderohen si një ushqim delikat dhe shumë i veçantë. Pjesa që hahet quhet uni, që në fakt janë organet riprodhuese. Ato kanë ngjyrë portokalli dhe të verdhë. Ky ushqim është i butë, pak i ëmbël dhe me shije deti. Iriqët e detit përdoren në Japoni dhe janë shumë të famshëm në sushi. Përdoren në Itali, sidomos në Italinë e Jugut, për shembull në makarona me iriq deti, në Francë dhe në vende të tjera të Mesdheut.
Duhet kujdes se përdorimi i tyre duhet të bëhet kur ata janë shumë të freskët. Jo të gjithë iriqët janë të ngrënshëm. Disa kanë helëm në gjemba, por pjesa e brendshme mund të jetë e sigurt. Pra, si përfundim, iriqët e detit janë një ushqim luksoz dhe pjesa që hahet është uni dhe është shumë e vlerësuar në kuzhinë. Iriqët e detit kanë një ndikim interesant tek zhytësit dhe pulumbarët, veçanërisht ata që eksplorojnë shkëmbinj dhe fundin e detit. Gjëmbat e iriqëve mund të jenë të mprehta dhe helmuese. Pulumbarët duhet të shkelin dhe prekin me kujdes shkëmbinjt që të mos lëndohen. Përdorimi i këpucëve të forta të zhytjes ndihmon për të shmangur pickimet. Shumë iriq deti dalin në breg për shkak të stuhive që ndodhin. Gjithashtu dalin për shumim, ushqim dhe mjedis të favorshëm, dhe kjo bën që të rritet rrezikshmëria e tyre. Disa iriq deti mbeten thellë në det, për arsye të ndryshme që lidhen me sigurinë, ushqimin dhe klimën. Thellësia tek iriqët ofron siguri nga peshqit e mëdhenj, vidrat e detit dhe njerëzit. Gjembat i mbrojnë iriqët, por në thellësi rreziku i tyre është më i vogël. Në thellësi, temperatura e ujit është më konstante. Përqendrimi i kripës dhe ushqimi janë më të qëndrueshëm për rritjen e iriqëve. Kjo ndihmon që iriqët të jetojnë mbi 100 vjet, si për shembull iriqi i kuq gjigant. Pra, si përfundim mund të themi se iriqët që jetojnë në thellësi janë më të sigurt, jetojnë më gjatë dhe kanë mjedis të qëndrueshëm për ushqim dhe shumim, dhe speciet më të ralla jetojnë vetëm në thellësi. Lind pyetja: sa i fuqishëm është helmi i iriqëve të detit? Helmi i disa iriqëve të detit mund të jetë mjaft i fuqishëm. Iriqi Flover Urshin, që është iriqi më helmues në botë, ka helm që shkakton dhimbje të forta të menjëhershme, paralizë të përkohshme dhe probleme me frymarrjen në raste të ralla. Helmi i këtij iriqi nuk është vdekje prurës për njeriun, por mund të lojë pasoja serioze në qoftë se nuk trajtohet. Iriqi Diadema. Ky iriq nuk është shumë helmues, por gjëmbat e tij të hollë mund të shkaktojnë dhimbje dhe infeksion. Helmi i tij mund të shkaktojë skuqje dhe djegje lokale. Iriqi i kuq dhe i purpurt. Këta iriq kanë helm të lehtë, shkaktojnë djegje dhe ëndje, dhe helmi i tyre nuk rrezikon jetën. Helmi i iriqëve është toksinë neuroaktive në disa specia. Ai përdoret për të paralizuar grabitqarët përkohësisht. Ky helm nuk është aktiv në të gjitha llojet e iriqëve. Shumica e tyre përdorin gjembat thjesht si mbrojtje fizike. Lind pyetja: a përdoret helmi i iriqëve të detit në mjekësi? Helmi i disa iriqëve të detit është shumë interesant për mjekësinë dhe kërkimet shkencore, sepse përmban toksina të fuqishme që mund të përdoren në mënyrë të kontrolluar. Përdorimet kryesore në mjekësi janë studimi i sistemit nervor. Helmi i iriqëve përmban toksina që ndikojnë tek nervat. Shkencëtarët e përdorin për të kuptuar si funksionojnë sinjalet nervore dhe për të studiuar paralizën dhe dhimbjen. Helmi i iriqëve të detit ndihmon në analizat e qelizave. Disa toksina ndihmojnë në kontrollin e ndarjes së qelizave, në studimin e fertilizmit dhe rritjen e embrioneve. Kjo është shumë e dobishme për zhvillimin e biologjisë dhe terapitë qelizore. Toksinat e iriqëve të detit mund të shërbejnë si bazë për ilaçe.
Studiuesit shikojnë si të bllokojnë dhimbjen pa efekte të forta anësore. Shkencëtarët po eksplorojnë përdorimin e helmeve të iriqve të detit për ilaçe kancerogjene, mjekime imunologjike dhe terapi të specializuara molekulare. Helmi i iriqve të detit është shumë i rrezikshëm. Vetëm shkencëtarët e trajnuar punojnë me të. Ai përdoret vetëm në doza shumë të kontrolluara. Pra, si përfundim mund të themi se helmi i iriqve të detit është një burim i fuqishëm për mjekësinë moderne. Ai ndihmon në studimin e sistemit nervor, qelizave, fertilitetit dhe terapive të tjera. Megjithatë, duhet trajnuar me kujdes të madh. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.